Përshëndetje, mirë se erdhët në një video tjetër. Videoja sot do të bëj me fundjavën e fundit para se unë të kthehem në punë. Kja, nuk je i lumtur. S'është i lumtur se do iki mami në punë, do ri me babi. Kështu që do t'ju marr me vete në këtë fundjavë. Çfarë do bëjmë, si do shijojmë ditët e fundit para se mami të shkojë në punë. Zemër po vajtëm se ajo thënë. Çelsa ti ka qef fare. Sa për info për të gjithë ju që jeni të rinj, ky këtu ka qenë fustani im në takimin e parë me këtë djaloshin këtu që tani është burri im. Edhe kur e vesha sot, isha shumë e lumtur e para punës që një herë më bënte. Domethënë që në 7 vite nuk është se kam ndryshuar shumë në trup, kam marrë ca kile, patjetër se kam qenë shumë e dobët dhe fustani më rinte shumë i madh, jo shumë, pak më i madh. Por që e vesha dhe kur i dola burrit shkoi kjo, "Oh, po ka qenë fustani që jemi takuar për të parë." E njohi. Fitovi pik sot. Ditën sot është data 1 gusht. Ditën sot do ta fillojmë tek një dyqan i bebeve. Nuk e di nëse është internacional apo është vetëm Gjermani Baby One, nuk e di. Por quhet Baby One dhe këtu kemi bler gjërat më esenciale për Kianin. Dhe duam që të blejmë një karige të re për makinën Seggiolino, sepse Seggiolino ja që djali ka. Është shumë e vogël më, Kiani është rritur shumë në gjatësi, këmbët i dalin jashtë dhe është maksimumi deri në 12 kg. Besoj që Kiani ose i ka kapur 12 kg ose është shumë afër. Kështu që do shikojmë për një, si të thuash, një të na tregojnë apo të ne informojnë se çfarë vendi na duhet tani për të ulur në makinë, sepse po shikonim në internet dhe ato ulset e fëmijëve tani fillojnë nga 15 kg, që do të thotë nga ky maksimumi 12 kg deri në 15 kg që lejojnë të tjerat. Ka ndonjë ulse që është për këtë kohën e ndërmjetme, kështu që duhet ta shikojmë. Edhe pse jo, ti marrim edhe një dhuratë djalit, ndonjë figurë për kutinë e tij të tonit. Kështu që e fillojmë fundjavën e fundit si një mama kështu dhe të shikojmë çfarë do bëjmë gjithë ditën, do t'ju marr me vete. Shifni, kanë veshur motra juaj dhe taka sot pale. Prite, ku jam njati. Ky është dyqani, kështu quhet, Baby One. Dhe këtu do shikojmë çfarë mund të gjejmë. Stefan dhe Kiani janë bërë meçi, kurse unë jam komplet jashtë nga ngjyra. Komplet ngjyrë tjetër. Më duket se pas ka edhe ulje, kështu kapele, shi. Sa të bukura. Sa e bukur kjo, shifa. Kjo është për super beba, Kiani tani shumë e madh. Këtu luajmë gjithmonë kur vim, po sot po e lem. Okej, ja, këtu janë këto ulcet e bebit, do shikojmë tani për ndonjë, nuk e di, ndonjë punojse. Këtë shkosh? Familje tjetër. Në pafshim. Do shkoj atje. Po shikojmë këto figurat e Tony Box, derisa dikush të ketë kohë që të na tregoj për këto ulset e bebave. Dhe këtu mbrapa mund t'i skanojmë për të shikuar çfarë kanë. Këtë e kemi. Ha, çfarë është ajo? Singen und tanzen ab 1 Jahr. Kokomela. Prit se mund ta skanojmë një sekondë. E gjetëm çfarë figure do t'i marrim Kianit. Është një figurë me muzikë, duke qenë se këngët Kiani muzikën e pëlqen shumë. Ndërkohë do të bëjmë edhe një dhuratë për Solhanën, sepse Solhana bën 1 vjeç për 4 ditë. Dhe mbasi do t'i marrim kështu plastelin. Plastelina është për fëmijët, besoj, fantastike. Ose edhe kjo, këtu që shkruan edhe fshin, është shumë okej. Nuk e di. Këto ja. Is this cool? Të vish tek Baby One dhe të blesh vetëm gjën që kishe ndërmend të blije, jo. Kian, shikoj, morëm me vete lodrën. Morëm lodër për Kianin. 50 euro, po ishte shumë e bukur dhe këti i pëlqeu shumë. Edhe luante. Ka një breshkë në shtëpi që dhe ajo bën muzikë dhe luan, domethënë është edukative dhe luan shumë me atë. Edhe i morëm këtë sot.
Shiko këtë, qa është kjo zemër oktapod, Oktapus. Edhe morëm dhe Solhanës një dhurat për një vjetorin e saj. Karocën këtu do shkojmë ta paguajmë tani, kështu që jemi shumë okay. Ja dhe blerjet tona. Shini kot fare e paketova, po hajde më mirë se pa gjë. Hajde Kian, se do ikim. Blerjet i bëm, lekët i harxuam dhe sa kishim një diskutim me Shtefanin para 3 ditësh, thamë që këtë muaj s'kemi çfarë të harxojmë më shumë për këtë vit. Iku, 240 ulësja e Kianit, 50 dhurata. Jemi shumë keq, jemi gjithmonë mënyra për të prishur lekë. Sa po arritëm në qytet, edhe ndalesa e dytë është të ham diçka. Duke qenë se unë kam shkullur një lëmball këtu të likurisë dhe nuk lejohesha që të hajsha tërë këto ditë dhe më ka shkuar mendja për një picë që nuk e keni idenë sa keq. Dhe erdhëm këtu të hanë diçka, të freskohemi, të marrim energji dhe unë i thash Stefani, po shkuam në qytet. Vendi i parë ku do ndalojmë është patjetër të ha se nuk e di, shumë e uritur. Në mëngjes hëngra vetëm vezë sot, po kjo ka qenë që në orë 7 mëngjesit, tani është ora gati 2. Që pasi të mbarojmë, doja të shkoja edhe tek Zara unë, por për të kthyer ca gjëra që nuk më bënin anke, por e la shesa në shtëpi, shumë e zgjuar. Kështu që pasi të ham këtu thjesht do shkojmë se Shtefani ka për të ndryshuar për të riparuar një rip të orës. Edhe voilà. Danke. Oj, Nikola, shumë e madhe. E ma Kian, që po pim ne? Unë njerës nuk për fare pije me gaze me sheqer, por duke qenë se nuk kam grënë. Tamam, kam kohë dhe shumë nxehtë, kisha nevojë shumë për sheqer. Kështu që gëzuar. Njerën e kaq kohë lejoj. Edhe Kianit po japim një snack derisa të shkojmë në shtëpi që ta haj, po japim nga këto vazot e vlera, fruta, mango, lule shtrydhe dhe mollë. Ku të shkojmë në shtëpi e kam supën gati nga dje për Kianin dhe edhe ca pancakes që i bëra sot. Kështu që këto do haj ai. Ne porositem, nuk është se prap e ha dot një picë të tërë, se akoma kam dhimbje dhëmbi, kështu që kemi porositur një picë këtu ku jemi tek Losteria. Quhet Losteria. Mund të porosisësh pica që janë gjysma dhe unë mora gjysmë me picë Cezar dhe Stefani mori gjysmën e picës së tij, se të dy nuk është se kemi ham do të më shumë. Stefani ti dhe barku, muam dhe mdënd. Kështu që gjysmë pica është okay. Dhe ja pica jon, kjo imja me Cezar dhe ajo është Stefanit picë me normale, boring. Na bëf të mirë, po janë pica tu super të mdhaja sa një gjysmë është më se e mjaftueshëm. Ndërkohë që Kiani po ha plastik. Pizzat ku janë gjithmonë super. Shumë e mirë. Një ndër lodrat që i blevëm Kianit sot është kjo lodra këtu nga Baby Einstein. Kjo kushtoi 50 euro. 50 euro na i hoqe qafe sot. I ka shirë në pakodin. Kape Kian. Oh. Ha. Ke frik. Shko shtype. Shko shtyp një buton. Bravo. Jo, edhe një.
Shtype butonin, mama. Oh, shtype. Perfect. Hajde që janë ti tash. Sa ti, ha? Bravo. E kështu. Ikën 50 euro. Tani po mendoja të shkoja pak në djemë, sepse tani po fle. Duke qenë se ai të hënën do ke ditën e parë të prindërimit vetë me djalin, doja që t'i bëja një dhuratë vogël. Që ti pasha sa më shumë fuqi, nerva edhe suksese në këtë periudhë shumë të bukur që do kesh me djalin. Po pres të zgjohet ai që të ri me djalin edhe unë t'i ke shpejt në supermarket. Djali deri tani fleti nga ora 3 pak, deri tani 5:30. Morëm dhe këtë figurën të re të tonit. Ta shikojmë çfarë muzikë është do fletop. Ka muzikë karnavalesh. Ja. Këto janë figurat tona deri tani. Shiko një figurë e re, kje? Shiko, figura e re. You've got a new Tony. Hold tight. It will start playing soon. Brit kosa. Mori djali. Ua, sa bukur. O, zemër, di që shtenë, rështë shkut. O, sa bukur. Ja, Rötelein. Hier kannst du ein bisschen ziehen, fester und hier unten drücken. Für die gleiche Mechanismus, ne? Wow, Kian, sa bukur. Si sa bukur, të pëlqen? Sa të bukur e që bleva. Kian. Shko sa të bukura për 2 euro. E bleva për këto kafet. Bleva dhe këto pipat prej qelqi, që kanë edhe këtë pjesën e kësaj furçës që i lanë. Kësa ishin këto 1 euro. Kian, qarë bën të dy me lukun fute në frigorifer? Kian, po qarë bën moj mami? Po mos bre. Ua. Është në moshën e tij, ai do të shikoj çdo gjë. Kur të vritesh, mos qaj kotën si kur me veshk. Për darkën e Kianit, kam bërë gati kuskus. Kam hedhur kuskusin, i kam hedhur dhe ujin dhe kuskusi pastaj e zbutur. Atëherë kam kuskusin këtu. Dhe kuskusi do t'i hedh nga kjo salca bolognese që e kam bërë për atë dhe e kam ruajtur në sa e përmë kuskusi mund të hajt dhe i ftohtë, kështu që e hedh këtu dhe do t'i hedh salcën. Klingt einfach geil, die Maschine. Më duket se bëra që më shumë se ç'duhet, po s'kemi ç'bëjmë tash. Sa të dojle të haj, pjesën tjetër e ruajmë për
më vonë. Këtë salcën e bolognese e kam bërë pa mirë dhe e kam bërë me karota, me kungulleshka, me domate, me hudra, me qep, me çdo gjë të mirë. I kam ngrirë imët fare që edhe Kiani t'i shijojnë. Është një mënyrë shumë e mirë për shembull edhe kur Shtefani të jetë në lejen e tij të prindit që direkt gatuan vetëm makarona ose kuskus ose diçka tjetër dhe e ka bukën gati. Kjo është një porcion i madh zemër, po e heq pak ose jepi sa të duash dhe pastaj pjesën tjetër e lën. E hat heute nur Strüde në drejtë. Genau. Po jo për tash çfarë të haj tani? Tani? Kakos. Portokall. Portokallin do jam presë në ty kështu. Dhe ka gati. Tani, për ne do bëj një sallatë greke, sepse të dy nuk kemi shumë në terezi për të ngrënë. Shtefani ka dhimbje barku, kurse unë për shkak të llëmballës që kam hequr ande nuk ha dot shumë gjëra si thash. Do bëj një sallatë greke, kështu që kur të ham, do bëjmë gati djalin, të flej, edhe pastaj do kthehem prapë te ju. Siç thash, unë dhe Shtefani hëngrëm sallatën, djalin e burëm në gjumë, sot funksionovi shumë mirë, ndoshta nga që ishte i lodhur. Nesër është dita e fundit fare, që përmbyllet një rrugtim shumë i bukur i lejes së prindit, së lindjes, së prindit, së mamit. Edhe Falkianit kam pasur një periudhë shumë të bukur. Kemi bërë shumë kujtime bashkë. Nuk e di nëse do kthesha në kohë do bëja diçka ndryshe. Mbase do i kisha filluar ato udhëtimet tona që bërëm në Itali, në Majorka, shumë herë më herët që të kisha mundësi të kisha shkuar në më shumë vende me Kianin, por kohën e gjetëm patjetër mbas muajit të 6. Kiani ishte muajin e 7, jo. 6 muaj ishte Kiani kur shkuam në Itali dhe pastaj 7 muaj ishte kur ikëm në Majorka. Pastaj në muajin e 8 ikëm në Shqipëri, muajin e 9 prapë në Shqipëri dhe do kisha dashur mbase të kisha parë shumë herë më shumë vende se kisha kohë, rrogën e merja të plot, kështu që nuk kishte munguar ndonjë gjë. Mirë po, muajt e parë ishin gjithmonë si ta gjenim gjuhën, fjetje, prindër për herë të parë, çdo gjë ishte e re. Kështu që mbase vetëm këtë që të kisha shkuar në më shumë udhëtime me të vetë, për kujtimet tona së bashku, por ne me Kianin, me familjen kemi qenë në Maltë, kemi qenë në Hamburg, kemi qenë në shumë vende, kështu që kujtimet nuk mungojnë. Nesër do markohem time me djalin, të ri vetëm me atë, mos të kem as telefon, as rrjete sociale, as gjë, dhe mendoj që do fillojmë që ta bëjmë çdo të diel, do bëjmë një ditë pa telefon, në mënyrë që të kemi kohë, më thënë unë, kur Kiani ka qenë zgjuar dhe gjatë kohës së mami nuk kam pasur kur telefonin në dorë, vetëm kur ai ka fjetur unë kam përpunuar videot e të tjerë. Mirë po, të dielave nuk do ta ka fare që edhe të qetësohem, të marr kohë për veten time, të ulem, edhe të shkruaj edhe një herë kujtime, edhe të përjetoj edhe një herë momentet, sepse pastaj nga e hëna unë do kthehem në punë dhe Stefani do ri me djalin. Kështu që jam shumë kurioze si do funksionojë me ata të dy, por njëkohësisht jam shumë e lumtur që Stefani ka këtë mundësi që mbase shumë baballar të tjerë apo meshkuj të tjerë nuk e kanë sepse punojnë në vende që nuk lejohet babait të ri në punë apo në shtëpi apo nuk paguhet apo nuk e kanë lidhjen me fëmijën, nuk e di domethënë unë jam shumë e lumtur që Stefani dhe Kiani do të kenë kohën me njëri tjetrin për të krijuar po ashtu një lidhje të fortë, njësoj siç mamat e kanë me fëmijët, se rrin shumë kohë apo siç e kam unë me Kianin. Kështu që po e mbyll këtë videon, shpresoj ju ka pëlqyer. Edhe patjetër që do kthehem me ju me video nga dita e parë, si u ndjeva, si shkoi, si më priten. Kam shumë frikë për punën. Kur u largova nga puna nuk u prit mirë pjesa që unë direkt sa isha shtatzan mora ndalim nga puna sepse patjetër puna që bëj me kimikate nuk lejohet, plus që shtatzania ime ishte rrezikuar pothuajse që nga java e 9 e mbrapa. Kështu që jam shumë kurioze si do më presin me këmbët e para apo kam pak frikë. Më duket sikur do gjejnë çdo arsye që të më nxjerrin nga puna, edhe
Unë kam një pozicion shumë të mirë, puna më pëlqen, por gjithsesi fundja fare nuk është se më mbaj në punë se jam shumë e bukur, më mbajnë se ju duhet. Njësoj siç mua më duhet puna dhe atyre ju duhet mund. Kështu që mbase ta shikoj në këtë aspekt. Edhe të jem më e përgatitur kur të shkoj. Kështu. Ciao, shihemi në videon tjetër.